Të nderuar vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare, nuk ka dyshim se gjëja më e rëndësishme për besimtarin dhe njeriu në jetën e kësaj bote është të arrijë kënaqësinë dhe dashurinë e Allahut subhanahu wa taala. Nëse dikush arrin kënaqësinë dhe dashurinë e Allahut, gjithçka e ka arritur. E nëse dikush e humbi kënaqësinë dhe dashurinë e Allahut, asgjë në këtë jetë nuk ka arritur, përkundrazi konsiderohet ndër më të humburit e njerëzve. Profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith të tij, ku na tregon për dashurinë e Allahut dhe të dashurit e Allahut ndër të tjera, thotë: kur Allahu xhelle xhelalu e don një prej robërve të tij, duhet kuptojmë se Allahu subhanahu wa taala ka dashuri për krijesën e tij. Por qëllimi që e don njërin për krijesave të tij ose për robërve të tij do të thotë që veprimi i këtij njeriu është konform asaj që kërkon Allahu xhella wa ala prej tij. Jo se Allahu nuk i don robërit apo krijesat e tij, por e don njërin prej robërve do të thotë që ky ka vepruar për diçka të tillë. Kur Allahu subhanahu wa taala e don njërin prej robërve të tij, prej krijesave të tij, i thot atij Xhibrilit alayhi salam: o Xhibril, unë e dua filanin ndaj duajeve të tij. Dhe ai Xhibril i thot: u flet banorëve apo u thret banorët e qiellit, i bën me dije dhe thot: Allahu e don filanin ndaj duajini dhe ju. Dhe përhapet një urdhër i tillë, një njoftim i tillë i dashurisë, derisa zbret thot në tokë dhe e duan atë njeri, gjithçka gjendet në tokë. Dhe kundërta, Zoti mos na bëj prej tyre kur Allahu e urren dikë, pra që vuloset tek Allahu subhanahu wa taala, që e ka arritur hidhërimin e të madhit Zot. Allahu xhelle xhelalu në Kur'anin e tij famlar na flet për shumë kategori njerëzish ose kategori të ndryshme të njerëzve, të cilët e arrin këtë dashuri të fuqiplotit të Zotit xhelle xhelalu. Ndaj vrejmë se në ajetet ndryshme të Kur'anit në 5 të tilla, Zoti thot: wallahu yuhibbul muhsinin. Allahu i don vepërmirët, i don bamirësit. Por cilët janë këta vepërmirë, si ajetin fjalë? Pra ku Zoti drejtohet pikërisht për këta bamirës: alladhina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayz wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ata të cilët shpenzojnë në rrugt të Allahut, ndihmojnë dhe kontribojnë në rrugt të Allahut, kur janë mirë dhe kur janë në vështirësi. Ata të cilët e fshehin ose vetë përmbahen ndaj zemrimit të tyre, e kontrollojnë zemrimin e tyre, i falin njerëzit, pra kanë tolerancë për njerëzit. Wallahu yuhibbul muhsinin. Zoti i don ata të cilët veprojnë mirë. Nga këtu kuptojmë fillimisht se bamirësia i pas ka 2 kritere ose 2 fusha kryesore se ku ajo përqendrohet. E para është bamirësia me Allahun xhelle xhelalu. Ç'do thot bamirësi me Allahun? Si mundet njeriu të ketë bamirësi me Zotin? Bamirësi me Allahun, të nderuarit e mi, dhe të veprosh drejt me Allahun, të veprosh mirë me Allahun, do thot që çdo gjë në jetë ja kushtosh Allahut subhanahu wa taala, që çdo urdhrit të tij ti bindesh, që çdo ndalesë të tij ti përmbahesh, që çdo gjë në të cilën fton Zoti se këtu ka shpërblim ti ta veprosh. Dhe kjo është bamirësia e parë, bamirësia për cilën profeti sallallahu alaihi wasallam ka folur në një prej haditheve të tij dhe ka thënë, e ka veçuar dhe ka thënë: wal ihsan an ta'bud Allaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Bamirësi dhe ihsan do të thotë ta adhurosh Allahun xhelle xhelalu sikur të jesh duke e parë atë.
Pra sikur të jesh duke e parë, jo duke imagjinuar, nderuarit e mi, por duke ja kërkuar Allahut subhanahu wa taala që o Zot, na e mundëso të shikojmë kush e shohin Allahun në botën tjetër, xhenetlit. Pra duke ja dëshiruar vetes dhe duke ja lutur Allahut, o Zot, na bëj prej tyre. Ta adhurosh Allahun sikur të jesh duke e parë atë. Iku grada e parë, edhe pse ti nuk e sheh atë, pra nëse e para është dëshira në maksimum, dije se Allahu të sheh ty, të jetojsh pjesën e dytë të kësaj bamirësie që është frika prej Allahut. Besimtari me Zotin e tij jeton midis frikës dhe shpresës, që do të thotë që frika dhe shpresa tek ai në lidhje në raport me Zotin janë si krahët, si dy krahët e një zogu, i cili nuk mund të fluturojë pa njërin prej tyre. Ka nevojë për të dy. Kështu është dhe besimtari. Nuk mund të jetojë vetëm me frikë, por nuk mund të jetojë vetëm dhe me shpresë. Dhe shembullin më konkret na jep sahabiu i nderuar Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, i cili tek ndronte jetë për një smundje, për një kolere që kishte kapluar zonën e Shamit në vitin 18 të Hijretit. Në momentet e vdekjes, Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, pasi ja përkujtuan dhe i thanë që o Muadh, ty Allahut ka begatuar dhe je prej atyre njerëzve që Zoti ja pranon lutjet. O Muadh, lutë Allahun të të shërojë Allahu prej kësaj gjendje në cilën ti ndodhesh. Muadh i flet dhe thot, pra si një edukator dhe një mësues i njerëzimit, thot më vjen turp prej Zotit tim pasi ma ka hedhur ai këtë sprovë dhe unë ti lutem që të ma largoj, por unë i lutem Allahu xhelle xhelalu, o Zot, më fuqizo për ta përballuar me durim ashtu siç i takon një besimtari. Kjo ishte ndjenja e Muadhit dhe nuk është një udhëzim se kështu duhet veprojnë të gjithë. Ndër të tjera çfarë tha? O Allah, gjatë gjithë jetës time të kam patur frikë më shumë se që kam patur shpresë tek mëshira jote. Ndërsa në këto momente, pra në momentet që ti po dorëzon shpirtin, po ja dorëzon Allahu subhanahu wa taala, në këto momente nuk të kam më frikë Allah, por kam shpresë tek mëshira jote. Ndaj besimtari të nderuarit e mi, që të jetë prej bamirësve me Zotin e gjithësisë, duhet jetoj me Allahun subhanahu wa taala ashtu siç e ka kërkuar Allahu prej tij, dhe të jetoj me të konform frikës dhe shpresës në të njëjtën kohë. Shpresa, tham, të adhurosh Allahun sikur po e sheh ato. Frika, edhe nëse ti nuk e sheh ato, dije se Allahu të sheh ty në çdo moment. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po flet për një fragment të caktuar që është adhurimi, ne dim shumë mirë që raporti ynë me Zotin është më shumë se sa kaq. E gjithë jeta e besimtarit mund të jetë një adhurim dhe një lidhje dhe një raport i shkëlqyer ose jo me Zotin e gjithësisë. Lipset që të gjithë jetën ta vënë në shërbim të Allahut, një sinqeritet maksimum me Allahun. Ne inshallah do të trajtojmë edhe pjesën e dytë, ajo që quhet ndryshe bamirësia me krijesat e Zotit. Por nuk mund të arrijmë në bamirësi me krijesat e Zotit nëse nuk arrijmë të jemi bamirës, pra vepër mirë. Ky është qëllimi. Vepër mirë me Allahun. Dhe vepër mirë me Allahun xhelle xhelalu do të thotë të mos lejosh që Allahu të të shohë në një vepër apo në një fjalë të cilën ai e urren apo të cilën ta ka ndaluar. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum fa ya fawz al-mustaghfirin astaghfirullaha al-azim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بر. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء ساداتنا وموالينا الكرام سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين. Të jesh vepër mirë me Allahun subhanahu wa taala do të thotë që besimi yt të jetë konform asaj që Allahu kërkon prej teje.
të mos besosh ndryshe asaj që Zoti ka kërkuar prej teje. Të jesh vepërmirë me Allahun subhanahu wa taala do të thotë që ky besim duhet të prodhojë dhe të ketë efekt tek ti, një efekt pozitiv. Ta ndjesh veprën të cilën e vepron për hir të Allahut subhanahu wa taala. Ta ndjesh gjunahun të cilin duhet t'i largohesh vetëm nga frika prej Allahut subhanahu wa taala dhe jo nga pamundësia për ta kryer ato. Të jesh vepërmirë me Allahun subhanahu wa taala do të thotë të jesh i edukuar në fjalë dhe në vepra. Ndër këto edukata me Zotin e gjithësisë, profeti sallallahu alaihi wasallam na mëson në një hadith të tij ku thotë la tasubbu ad-dahra, thot Zoti xhella xhelalu në një hadith qudsi, la tasubbu ad-dahra, mos e shani kohën, ana ad-dahru, un jam koha, jam Zoti i kohës, jam krijuesi i kohës, biyadi al-laylu wan-nahar uqallibuha kayfa asha, në dorën time është nata dhe dita, i kthej dhe e kthej atë ande nga unë dëshiroj. Pra edukat me Zotin e gjithësisë në gjithçka. Faktorët natyror të cilët asgjë nuk ndodh pa lejen e Allahut subhanahu wa taala, qoftë vapa, qoftë i ftohti, qofshin këta stuhit, apo faktorë të ndryshëm natyror, asgjë nuk mund ndodhi pa lejen e të mëdhnueshmit Allah. Ndaj duhet të edukohemi me Zotin e gjithësisë në kuadër të këtyre veprimeve, që do të thotë se nuk duhet të mësohemi vetëm nga ankesa pa fund, por të falenderojmë Zotin xhellal xhelalu për mirësitë të cilat na i ka dhënë. Ti shijojmë mirësitë me të cilat Allahu na ka begatuar me patjetër dhe në vend që të ankohemi, të mësohemi me falënderim, sepse Zoti na ka garantuar në Kur'anin e Tij famlar dhe premtimet e Allahut xhellal xhelalu janë ata të cilat nuk ka dyshim në to. La in shakartum la azidannakum. Nëse ju falenderoni, pa dyshim që do u ashtoj ato mirësitë e mia dhe e kundërta rujnë e Zot. Nëse ju mohoni mirësitë e Allahut, ja dedikoni ato vetes tuaj, ja triboni ato vetes tuaj, dijeni se adhabi, dënimi i Allahut subhanahu wa taala është tepër i vështirë. Nëse ke vështirësi në jetesën tënde, dije se ka të tjerë të cilët jetojnë në kushte ndoshta shumë më të vështira në të cilat ti jeton. Por siç na kanë mësuar dhe siç na udhëzon dhe feja jon për pasuri, duhet shikosh ata të cilët janë nën veten tënde, në mënyrë që ti mëshirosh ata, në mënyrë që ti ndjesh mirësitë e Allahut ndaj teje, për dituri të shikosh ata të cilët janë mbi ty, në mënyrë që të orientohesh për rrugën e tyre, në mënyrë që të respektosh rrugën e tyre dhe të ndjekësh rrugën e diturisë e cilat të shpjen për tek Allahu xhella wa ala dhe tek mëshira e Tij. Ndaj nderuarit e mi, gjëja për cilën ka më shumë ti nevojë besimtari është përkujtimi. Ndaj dhe Allahu subhanahu wa taala thotë ti përkujtose me të vërtetë, përkujtimi u bën dobi besimtarëve. Dhe ky përkujtim, paçka se kush mund të jetë përkujtuesi i asaj dite, është për ty të marrësh një dobi për veten tënde, një mësim për veten tënde. Dita nuk duhet t'i ngjajë ditës tjetër. E premtja, e xhumaja me të shtunën nuk duhet të jenë të njëjta në vepër. Duhet të jenë të ndryshme për mirë. Nuk duhet të jenë të barabarta tek ti. Mirë për atë person që barazohet e sotmja me të nesërmen apo e djeshmja me të sotme. Duhet të jesh vazhdimisht kërkues dhe ambicioz në rrugën e hajrit, në përmirësimin e vetes, në rregullimin e vetes, në edukimin e vetes, në shtimin e veprave të mira. Shpesh njerëzit humbin kohën e tyre nëpërmjet paragjykimeve dhe analizave të cilat analizën së punëve të tjerëve që nuk i bëjnë dobi, realisht nuk i japin asnjë dobi jetës tyre. Ndërsa ne fillimisht Allahu subhanahu wa taala do të na pyesi për veten, do të na pyesi për veprën tonë, do të na pyesi për ata të cilët i kemi nën hyjmin, nën drejtimin tonë. Gjëra për të cilat nuk ka për të pyetur Allahu subhanahu wa taala, mos e humb kohën me to. Fokusohu fillimisht në urdhëresat e Allahut dhe analizo qëndrimet e tua se ku je me këto urdhëresa. Fokusohu në gjërat të cilat ne i ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala, se ku jemi, sa jemi përmbajtur apo jo. Tek e mira dije se tek Allahu subhanahu wa taala nuk humbet asgjë.
Nuk është njeriu ai i cili të shpërblen edhe nëse nuk të është mirënjohës dhe nuk ta din. Dhe se njeriu kur i bën një të mirë një tjetri, realisht i ka bërë mirë vetes tij. Por dhe ai i cili ka shkaktuar një të keqe dhe i ka bërë një të keqe tjetrit, një padrejtësi, cila do qoftë ajo fillimisht ka qenë i padrejtë me veten e tij. Dhe se tek Allahu xhelle xhelalu do të qëndrojnë të gjithë, paditësi dhe i padituri, dhe do të marrin atë çfarë meritojnë drejtësinë e Allahut. Të lutemi ty i madhnueshmi Allah na falë na mëshiro. Na pajisë Zot në moral të drejta të nderuarit tonë dhe profetit zemrës tonë Hazreti Muhammedit alayhi salatu wassalam. Të lutem ty Allah na udhëzo për rrugën e drejtë dhe na bëj të qëndrueshëm të. Na bëj për atyre të cilët thanë besuam dhe ndoqën besimin dhe amanetin për cilin thanë besën ty. Të lutem ty i madhnueshmi Allah na e bëj të sotmen më e mirë nga e djeshmja, të nesërmen më e mirë nga e sotmja. Na furnizo Zot prej halallit dhe bëj ato të dashur për zemrat tona. Na largo Zot prej haramit, ai sa e ke larguar lindjen prej perëndimit dhe bëj ato të urryer për zemrat tona. Na i pastro zemrat tona dhe na i afro me të gjithë besimtarët. Mëshiroj besimtarët të cilët na paraprinë Zot për tek mëshira jote dhe në ditën kur do të bëhemi prej atyre të cilët kërkojmë lutjet dhe rahmetin e të tjerëve. Të lutem e ty i madhnueshmi Allah, mos lejo të dalin prej kësaj xhamie vetëm se me gjunahet falura, me teubat pranuar, me lutjet pa refuzuara. Sikurse na mundsove të mbledhemi në këtë vend begat, me të madhëruar, na mundso Zot që të gjithë bashku të mbledhemi në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus për të shijuar mirësitë tua. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. أشرقت نفسي بنور من فؤادي